Pejgamberi alayhi salatu wassalam një ditë për ditëve del I uritur për shtëpisë vet. Edhe rrugës e takon Ebu Bekrin dhe Omerin. Edhe I thot, pse keni dalë në këtë nxehtë? Te arabët I thonë hejira, me dalë midis dreke, të lashim pse ki dalë ti në vap. Edhe të na ndodhen jashtë shpesh, për shembull, është maja e vapës. O veç zonë zori madhi kanë nxjerr. Tle dilli, domthon, shkakton dam. Edhe vetë ka thonë, po pse më keni dalë këtë kohë? Ebu Bekri dhe Omerit. Edhe I kanë thonë, ja Rasulullah, uria, jemi tund. Atëherë ka thonë pejgamberi alayhis salam, betohem në atë I cili shpirtin tim e ka dorën e vet. Edhe mua nuk më ka nxjerr posuria. Ka thonë çu. Don asnjë. Edhe duke shkuar, ka ardhur njëri prej sahabeve të Ensarëve. Prej sahabeve të Ensarëve ka pas emrin Ebul Haytham at-Tihani. Edhe janë afrute aj, edhe ja kanë kaldu gjenjë, jemi umt, dhe mësëm ka thonë, jena umt. Edhe kur ka ardhë, kënjeri I ka thonë, sa I privilegjum, sa I ndërum jam, qëfar misafirin pas ka ardhë. Muhamedi s.a.s. me dy burrat më të mdoj, Ebu Bekrin dhe Omerin, I kanë zjerë uria. I kanë zjerë uria. Andaj ju ka thonë, merhaben wa ahlen. Merhaben, edhe na e përdona, merhaben I bje kur I thu arsh let, hypsh let. Don, niu komod, rri komod. E ehlen qka është, rri si mu ka një shpijës. Qka ehlen. Andaj dhe në arab, ehlen vë sehlen. Merhaben. Qa të më thonë kjo? Arsh let, rri let, niu si shpitane. Kështu I ka thonë ki sahabia I pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam. Edhe ka transmetim se kur ka shkuar pejgamberi te shtëpia e këtij burrit, nuk u kanë ki minjar aty. Edhe ka thonë, ku o filani? Ebul Haytham ka thonë, çe ka shkuar me mordë ujë? Po, hajde ju Rasulullah. Apo, ka qenë mikprica të mëdha ka qenë. Ka thonë, hajde ju Rasulullah. Atëre ka ardhur sahabiu, edhe minjëherë I ka kap kalaveshat e hurmeve. I ka pasur këto janë, thonë, unë shumë. Grizati ka thonë, ti banë e mishin, e ju hali për qëtënve dhe jarë. E thot Ibn Hajar Asqalani, është prej mikpritjes, që kur ta shifë se misafiri, është I undë, mos I thuj, po qedhe një dior, ki bahët. Jo, ka ta, bjeri diçka le të amëlzohet, deri sa të bahët. Andë ka thonë, qepi hurmeve, ka shku ka pru hurme, të mondë ma të gjelbërta, në onë që janë, ala, që janë pjek mirë, ka shku ka pru hurme mesatare, edhe ka shku ka pru hurme amla. Ka thonë, hani njerë për qëtënve, deri se ta vojna gati mishin. Apo, çka, hani njerë ju për qëtënve, e pini uj, e pas taj dhun, hekni atë zjarëmin e urijës, derisa të vene mishin. Atër e për mësëm, të shkue, ka thonë, mëse therdëni dhe nja që ka qumsht, zgjedhe dhe nja që s'ka qumsht, sepse ajo që ka qumsht, I ka ditë mira, edhe mishin, po edhe qumsht, edhe që mirë me këtë punë e din ma mirë. Ka thonë, I jakëve l'halub, mëse prej dhe nja që ka qumsht. Apro se ajo ka ditë se tash, ka arve mësa misafir e hub kontrolën aj, e pret piket baktive që ka. Ka thonë, kujdes, mëse prej ata qka duhet. Atëherë, ja u ka pru mishin, e kanë hangër, e kanë bisedu, thot, kisa abiju, a ka njeri ma të privilegjum se une. Merë rasti mi I ba hizmet Muhamedi sallallahu aleyhi wasallam. Atëherë, mas I kanë hangër, e janë ngop, thot Ibn Hajar Asqalani. Kjo hadith, e tash në konvenon pak neve, po s'ka lidhje. Kjo hadith, thot Ibn Hajar Asqalani, argumenton se lejohet njeriu me hangër deri sa të lodhët. Nga orë transmetim, kanë hangër deri sa janë lodhë. Ka thonë ja Rasulullah bollë. Mund tash pushojnë apo. E kur u kanë çetsu kështu, atëri ka thonë pejgamberi alayhis salam, e tash po betohen prap. Betohem dorën e atij I cili e ka shpirtin tëm dorë. Kam ju vetë Allahu për këtë haje. Ditën e Kiametit. Ka thonë, ju dolët pi shtëpijet und. E u kthit tash s'po keni ku me heque. Apo, kështu, shiko, ai çka tha dola pe urijës, shiko nuk e ka harruar Allahu xhelwala. Apo tha Allahu kam ju vet për këtë naim, për këtë begati që ja ka dhënë Allahu te bareke ve teala. Edhe ka thonë pashallahu kam ju vet Allahu. Andaj mësoje tani nuk kemi të evladët, po atje të evladët, nga se shumë gjëra se kemi përmend. Kur të hash buk me familjen tënde, përkujtoja, ani ngopo po thuj
o djali jam, o bia jeme, o i vajza jeme, o i gruaja jeme, o i nëna jeme, ka me na vetë Zoti për këtë haje. Frigoriferi plot, ka me na vetë Zoti. Shtëpia plot, ka me na vetë Allahu, shak kemi thënë, para më no për sa rezerva ka me na vetë Allahu te bareke ve teala. Elusfi Allahu që Allahu na lëson llogarinë ditën e llogarisë. Andaj që ka qenë prej traditës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam.